e premte dashi, e premtja sjell një ndjesi të çuditshme, sikur diçka po ndodh prapas skenës. Mund të marrësh një mesazh apo të ndjesh një tension të pashmangshëm, mos u nxito. Jo gjithçka është ashtu si duket. Demi, një situatë financiare apo personale fshem më shumë se çfarë të thuhet. Dikush mund të mos jetë plotësisht i sinqert me ty. Vëzhgo me kujdes dhe mos merr vendime të shpejta. Binjakët, fjalët sot kanë dy kuptime. Një bisedë mund të të lërë më shumë pyetje se sa përgjigje. Besoj intuitës sepse ajo sheh te asaj që dëgjon. Gaforia, një ndjenjë vjetër rikthehet papritur, nuk është rastësi, diçka kërkon të zgjidhet, mos u fshi pas emocioneve, por përpiqu ti kuptosh. Luani, një situatë sociale mund të ketë më shumë prapas skena nga sa mendon. Dikush të vëzhgon apo pret reagimin tënd. Qëndro i matur dhe mos zbulo gjithçka. Virgjëresha, detajet nuk përputhen plotësisht dhe kjo të krijon dyshime. Dita të kërkon të analizosh më thellë. Një vërtet e fshehur mund të dalë në sipërfaqe. Peshorja, një marrëdhënie hyn në një fazë të paqartë. Dikush mund të sillet ndryshe nga zakonisht. Mos nxito të gjykosh, misteri do të sqarohet me kohën. Akrepi, energjia misterioze e kësaj dite të favorizon, mund të zbulosh diçka që të jep avantazh. Intuita jote është më e fortë se kur. Përdore. Shigjetari, një plan mund të ndryshojë në mënyrë të papritur dhe pa shumë shpjegime, mos u frustro. Ndonjëherë rrugët e paqarta çojnë rezultate më të mira. Përcjapi, një çështje pune mund të ketë më shumë kompleksitet nga sa duket. Dikush nuk po të tregon gjithçka. Ruaj pozicionimin dhe mos zbulo planet e tua. Ujori, një ide apo informacioni papritur të bën të shohësh gjëra të ndryshe. Ka diçka që nuk është zbuluar ende plotësisht. Qëndro vigjilent. Peshqit, ndjenjat janë të përzierë dhe të paqarta, mund të ndjesh diçka pa e kuptuar pse. Dita të fton të dëgjosh intuitën sepse ajo fsheh përgjigjet.